e tritit nga nënshkurti, janë 130 të humbura për Kosovën, 130 pa i adresuar hallet dhe problemet e qytetarëve të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të jetë konstruktive. Ne jemi të gatshëm në çdo moment që të hapim rrugë, kemi ofruar alternativat tona, mirëpo Kosova po mbahet peng e kryen eksisa Albin Kurti. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim që të ecim tutje. Faleminderit. Nuk mira me zonja Mihajli, me të respekt. Nuk mira me zonja Mihajli. Me të respektin, unë jam deputete e zgjedhur, unë kam të drejtë të jem këtu dhe përfaqësoj interesat e votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit. Ka bërgordën, po jetë. Bërgordën në kërësën të parë në kënanë që në të një. Se për i që zatë të? Që të që zatë të? Jo, po u jetë në bodër u shkë. Shumë e të shemë të të dhe. Po do më në shë të të të. Ne po më të ndonë që të zënë, në aparat e në të të një. Shikues të nderuar, edhe kësaj radhe si herave të tjera ka dështuar përpjekja për konstituimin e kuvendit, ishte kjo përpjekja 20 e nga kuvendi i Kosovës e kemi gazetaren Marigona Brahimi, e cila do të tregoj më shumë se si shkoi kjo përpjekje për konstituimin e kuvendit. Përshëndetje Marigona, si shkoi kjo përpjekje për konstituimin e kuvendit të Kosovës? Përshëndetje Marigona. Si shkoi konstituimi i kuvendit në këtë përpjekje të 20?
Okej, Adelin, pra jemi këtu në Kuvendin e Kosovës, ku pak minuta më parë përfundoi edhe në fakt u ndërprej seanca konstituive, e cila edhe këtë herë për të 20 herë me radhë nuk arriti që të konstituohet Kuvendi i Kosovës, dhe kjo ka qenë e 12 herë prej kur kryesuesi i seancës konstituive, pra Avni Dehari, ka propozuar pikën që të votohet formimi i komisionit për votimin e fshet. Mirë po, si edhe në 11 herët e tjera, edhe kësaj radhe nuk ka pasur quorum të mjaftueshëm në mënyrë që të formohet apo kundërshtohet ky komision për votimin e fshet, me që disa deputet në fakt të gjithë deputetët e partive deri tash në opozit nuk marrin pjesë në votim, pra është Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe gjithashtu edhe Lista Serbe nuk marrin pjesë në votim dhe nuk e bëjnë quorumin për vendimarrje në mënyrë që të formohet ose jo ky komision. Dhe si pasojë e kësaj, Dehari nuk vazhdoi në pikën tjetër të rendit të ditës, që është propozimi për kryeparlamentarin, por u ndërprej seanca dhe do të vazhdohet në 48 orët e ardhshme, siç ka ndodhur që 20 herë radhazi. Dhe pas përfundimit të seancës, sot ishte pak më zbet sa i përket deklarimeve të përfaqësuesve të partive politike, me që kësaj radhe u deklarua vetëm Vlora Qitaku, pra deputetja e PDK-s, dhe jo deputet nga partitë tjera opozitare. Qitaku shpreh se janë të gatshëm dhe si Partia Demokratike e Kosovës kanë shprehur deri tash gatishmërinë e tyre për të dalë nga ngërçi politik, dhe tha se kanë qenë vazhdimisht konstruktiv dhe i kanë ofruar zgjidhje lëvizjes vetëvendosje në këtë rast si parti të cilën ata vazhdojnë ta mbajnë përgjegjëse për situatën e krijuar dhe bllokadën e krijuar në Kuvendin e Kosovës. Por në fakt nuk pati deputet tjerë të cilët u deklaruan, mirë po para se të hynin brenda në Kuvend, është deklaruar jashtë deputetja e Lidhjes Demokratike Jehona Lushaku, e cila ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka deklaruar deri tash se nuk është e hapur për një koalicion apo marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, siç tashmë dihet që e ka refuzuar edhe kërkesën për takim dhe gjithashtu edhe kërkesën për lidhjen e një koalicioni, dhe ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës qëndron në pozicionin e saj se duhet të ketë një qeveri të tranzicionit, një qeveri kalimtare për të dalë nga ngërçi deri në zgjedhjen e presidentit. Gjithashtu kujtojmë, Adelina, që ka pasur edhe në fakt një deklarim të deputetës nga komunitetet Duda Balje, e cila ka thënë se më herët në fakt ka lënë të nënkuptohet se është bërë një farë tregtie, nëse mund të them, për votën e saj për kryeparlamentare, duke u shprehur se më herët, vite më parë, ka aplikuar që të bëhet profesoresh diku në Maqedoni të Veriut në një universitet, dhe që nuk është pranuar, mirë po tha se ka pasur disa thirrje deri tash ku i është lënë të nënkuptohet që nëse votohet kandidatja e vetëvendosjes për kryeparlamentare, pra Albulina Haxhiu, atëherë do të mund të shihet se ndoshta do të mund të zgjidhet si profesoreshe këtij universiteti. Pra ka lënë të nënkuptohet që është në këmbim të votës së saj, deputetja Balje do të mund të sistemohet si profesoresh në një universitet në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu kujtojmë se në fakt në seancën e kaluar, para se të hynte brenda, deputeti i AAK-s gjithashtu ka përmendur se në fakt kemi tash një deklarim dhe do të vazhdojmë sërish.